E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta, më të plota që i përkasin madhështisë Tij. Zot, ty të qofshim falja Allah për çdo mirësie, për çdo begati që fale e dhurove. Na fale, na mëshiro, ja Allah, Ti je më i madh i falës. Shtoje mirësinë edhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh, ja Allah, Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç Ti është vetëm i vërteti. Allahu xhelleshanu furnizuesi dhe dhuruesi gjithçkaje, krijuesi gjithçkaje. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona si më i madhi profet, më i miri njeri, atij familjes Tij të pastër, shokëve Tij të nderuar. Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtaret që me shumë shpirt e me shumë përkushtim ndjekin rrugën e tyre, ja Allah, sa të ketë jetë në këtë dynja. Sot me lejnë Allahu xhelleshanu ndalemi tek një histori që e tregoi Zoti xhelleshanu në Kur'anin famlar. Histori cilat i tregoi Zoti në Kur'an që janë plot me dobi dhe me mësime dhe subhanallah. Imagjino, ka ndodhur mira vjet përpara dhe kur i sjellim neve sot që i trajtojmë, me të vërtet ka mësime dhe ka dobi, sepse të njëjtat probleme që kanë pas njerëzit, natyra, karakteri njerëzor, atëherë edhe sot neve i shohim që janë aktuale. Bëhet fjalë për atë që Allahu xhelleshanu e përmendi në kohën e një profeti të madh, Musa alayhis salam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alehim. Me të vërtetë Qaruni ishte prej popullit Musait, ishte nga njerëzit e tij të afërm, thuhet ishte djali i xhaxhait tij. Ama ai i tradhtoi. Ai i tradhtoi pra Beni Israilit, popullin e tij, dhe punoi kundër interesave të rrugës drejt, kundër rrugës Allahu xhelleshanu, po dhe kundër interesave të popullit të tij. Ai u shit për të mira materiale. Thuhet se ishte nga njerëzit më të dijshëm me dijet e Teuratit, dhe për nga shtjellimet që bënte, edhe për nga dija që kishte, i thonin El Munawwar, i ndriçuari, i iluminuari, subhanallah. Sepse ishte shumë i dijshëm, madje thuhet se Musa alayhis salam e kish marrë me vete kur mori 70 vetë të zgjedhur nga populli i tij që do të shkonte të takimin me Allahun, pra ishte ky një prej atyre 70 njerëzve më të dijshëm të popullit Musait alayhis salam. E la besimin e sinqert. E ne kur e tregojmë sot historinë që mund të ketë ndodhur në arkun kohor për 100 vjetësh apo për 80 vjetësh, imagjino se çfarë na duhet ne për 15 minuta të tregojmë pra esencën, të tregojmë detajet më të rëndësishme, nuk mundemi neve sa do të përpiqemi. E Allahu xhelleshanu e përmbledhi këtë histori në 2 faqe të Kuranit pothuajse. E na tregoi Zoti xhelleshanu se ky njeri avash gradualisht, duke u tërheq nga të mirat materiale, duke mos e pastru zemrën e tij, duke mos i kërku falje Allahu xhelleshanu për zullumet, për pisliqet, për mëkatet, për gjunafet, duke mos e ndihmu veten e tij që të shkojë tek e mira dhe të rritë tek e mira, me mundësitë që i falje Allahu xhelleshanu, se ishte nga njerëzit më të pasur që ka pa historia e njerëzimit, por se filloi nga pasioni që kishte për pushtet, edhe nga etja që kishte me bë zullum, subhanallahu, filloi dhe ato të mira që i fali Allahu xhelleshanu ti përdori për keq, për në rrugën e të keqes. E Allahu xhelleshanu neve na tregon edhe na thot wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa. Neve i dham aq shumë pasuri, imagjino, nuk tregon tonelatat e arit që kishte, por thot, qelësat e depove dhe të pasurive ti duheshin një grup i madh burra që ti mbanin. Pra një qelës është sa një gisht, dhe kishte një thesar për atë qelës. Thuhet duheshin 40 mushka që të ngarkoheshin vetëm qelësat, jo pasuria, qelësat e pasurive. Gjithë kjo pasuri e madhe, gjithë kjo mirësi e madhe që i fali Allahu xhelleshanuhu. E ne si besimtar e dim se pasuria që falë Zoti xhelleshanu është vetëm një mirësi. Nëse e përdor për mirë, ke gradë të mëdha tek Allahu xhelleshanu. E nëse e përdor për keq, ajo të bëhet sprovë, dhe ajo të bëhet pra zullum, dhe të bëhet ngarkesë në ditën e gjykimit, dhe të zhytet edhe më shumë para Allahu xhelleshanu. Allahu na ruaj. E imagjino
kur i thonin njerëzit edhe i thonin popullit i thoshte Musa a.s. La të frah, inna Allah la yuhibbul farihin. Mosu vetë pëlqe, mosu de nga vetë pëlqimi, sepse Allahu Gjelleshanu nuk i don ata cilët janë mendje mdhenj dhe i pëlqen vetja. I duket vetja më i afti, i duket vetja më i miri. E Allahu Gjelleshanu na tregon neve se ky njeri pra ishte aq i dishëm, siç thuhet në disa tefsire të Kuranit, sa që kishte edhe dijen me i kthy objektet e tjera, me i kthy në flori, atë që diskutohet sot. Që kanë arrit shkenca moderne me e bën sasi të vogla dhe me mund të madh, thuhet që ky njeri në kohën e Musait a.s. e ka pas zotru këtë dije. Dhe i pat hap Allahu Gjelleshanu një mundësi dhe një dije të madhe që edhe të bënd të mirë, edhe të ishte pra dikushi me veprat e mëdha që mund të bënte. Kale innama utituhu ala ilmin indi. Unë gjithçka që e kam nuk e kam prej Zotit, po e kam nga aftësia ime, thoshte. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj kur njeriu fillon edhe mendon se çdo gjë e ka nga vetja e tij. E ka në sajtë atributeve ti, e ka në sajtë aftësive edhe të mundësive ti, se është i shkathët, se është më i zgjuar se tjerët, se është më i mirë se tjerët. Ndërkohë që ka të tjerë që punojnë më tepër, mund të jenë edhe më të zgjuar, subhanallah. Allahu Gjelleshanuhu e ndan riskun edhe jep gjithë secilit atë që ka caktuar Allahu Gjelleshanuhu. E ne e dim shumë mirë se pasuria nuk është kriter. Sepse Allahu Gjelleshanuhu pasurinë ja dha edhe atij që është besimtar, edhe atij që është njeriu mirë, edhe atij që nuk është besimtar, edhe atij që nuk është njeri i mirë, Zoti na ruaj. E sikur të kishte qenë kriter pasuria, pasha Allahun s'ia jepte Zoti Gjelleshanuhu atyre cilët nuk besojnë ose atyre cilët nuk janë njerëz të mirë. Porse kriter është ndershmëria, kriter është të jesh njeri i mirë, kriter është të jesh besimtar i mirë. E besimin e mirë dhe vlerat Allahu Gjelleshanu ja dha atyre cilët do me i ngritë dhe do me i nderu. Elhamdulillah. E Zoti Gjelleshanu thot febega alejhim. A ju këthyje kundra popullit ti duke punu, jo vetëm kundra popullit, po edhe kundra orientimeve të Zotit Gjelleshanu. Allahu Gjelleshanu kishte plane, i pat premtu Beni Israilve, ti qotën tokën e premtuar. Me Musën a.s. me një nga profetët më të mëdhej, sa më e madhe të ketë qenë përballja me dikë pra prej diktatorëve ose zullumqarëve, e ndonjë profeti aq më i madh ka qenë edhe profeti që ka dërguar Allahu Gjelleshanu. I shkon Karuni Musës a.s. dhe i thot, si ka mundësi, thot, vjen profetësia ty, thot, ndërkohë që unë kam kaq shumë pasuri e nuk më zgjedh Allahu mua. Sepse mendonte se kishte bë pasuri dhe duhet ishte ky i zgjedhur për Allahut. Dhe këtu neve kthehemi prapë te ajo që pasuria nuk është kriter, subhanallah. Ajo tregon diçka, po nuk është kriter. Si ka mundësi që Harunin e bëri zvencin tënd, ndërsa unë edhe sa duhet pres që unë ta drejtoj popullin tim. E me qenë se mua nuk më ka zgjedh Zoti dhe nuk jam unë profeti që duhet ishte, pretendonte ky, dhe nuk më bëri Zoti as zvencin tënd siç bëri vllajin tënd Harunin, atëherë unë punoj kundra. Subhanallah. Dhe gjithë pasurinë e tij e vurin shërbim, bëri pakt me faraonin, me zullumqarin e kohës, me zullumin më të madh, me diktatorin më të madh. Imagjino se ç'pakte mund të kenë mbyll, unë t'jap dorë, unë të ngrej, t'jap punë, t'jap gjitha çat dushti, vetëm këtij të Musës që po më kërcënon mu pushtetin tim, t'ja presh këmbët dhe t'ja presh rrugët. E imagjino përpiqeshin her pas here me politikat e tyre zullumqare. Por vjen një moment që Musa a.s. ishte ngritur para popullit tij dhe po i fliste për ditët e Allahut, po i fliste për begatitë dhe të mirat e Allahut, po i fliste për atë që i premton Zoti Gjelleshanu, po i fliste për ditën e gjykimit. Edhe aq shumë po i fliste sa që zemrat po prekeshin e dikush për tyre lotonte. I fliste Musa a.s. prej Allahut Gjelleshanu. E zemrat kishin nevojë për ushqimin shpirtëror, edhe po thithin ushqimin shpirtëror aty pare, siç ishte në këtë vëmendje. Pra populli Musa a.s. plot ngrihet një vajzë dhe fillon duke ulërit edhe duke qajt me të madhe. Qanë me të madhe edhe ulëret thot, kjo thot është padrejtësi, derisa të roqë vëmendjen e gjithë pranishve. Pra ishte një inskenim, ishte një skem prej skem zullumqari.
Dhe thot Musa a.s. hajde, thot o motër, thot afro, thot qa problemi ka? Thot simër qa problemi ka, thot nuk të vjen turp, thot që del për para gjithë njerëzve, subhanallah. Nuk të vjen turp, thot del para gjithë njerëzve, ndërkohë që ti ishe që bërë imoralitetin me mu mbrëm, thot ke keq trajtu, ke bojë, ke ashtu, ngeli Musa a.s. Vetëm këtë se kishte mendu në i herë që mund dilte dikush pikrish në këtë moment që po fliste për Allahun, do më thonë, imagjino ku shkon e keqa me të prish imazhin, me të prish figurën, me të prish dhe gjitha, me të sajue, me të shpif, vetëm që mos të heci rruga Allahut. Dhe ai që kishte dhënë paret për këtë punë ishte Karuni, duke i shërby faraonit edhe shejtanit mallkum, duke godit profetin e Zotit, nga epshi që kishte për pushtet vetë, edhe nga dobësia që kishte për të mirat materiale, se do të me qenë dikushi para gjithë njerëzve, subhanallah, e përdori për keq, edhe e çoi shejtani pra i mallkum, Zoti na ruaj. O vëllezër, nëse ju fal Allahu xheleshanu mirësi, nëse keni një mundësi, nëse keni laps që shkruan edhe të dëgjohet fjala, nëse keni dritare që ti mund të flasësh edhe të dëgjohet fjala, nëse ke pasuri që mund ta përdorësh, përdore për hajër, jo për keq. Mos e përdor për keq, si doj që të vi puna, më mirë që ndro ke haku, qofte edhe kundra vetes tate, se sa ti bësh shefin shejtanit mallkur, e të hidhrosh Allahun xheleshanu. Vallaj. E çohet kjo vajza duke shkul flokët, duke shkul faqet, duke bë skena nga më të ndryshmet. Musa a.s. Ç'a mund thoshte? A bote pun fjala aty shiko se ti po gënjen se s'po thua si ç'a mund thoshte? E kuptoj që ki ishte moment sprove. Atëherë i thot, mirë, thot, dakor, do ta sqarojmë këtë gjë, thot. Vetëm thot, më le thot të fal 2 rekat për Allahun tim. Ç'a do bote? Kujt mund t'i kërkote ndihmë dhe kujt mund t'ju mbështeste përveç Allahut xheleshanu? E kuptoj mirë se Allahu xheleshanu e kishte dërguar për një mision të madh. E në jetin e ditë mirë me veten e tij se e kishte të pastër. I kishte vënë objektivat e veta me punu për Allah dhe me vënë jetën shërbim të Allahut xheleshanu. Dhe i drejtohet Allahut madh dhe i thot, o Zoti im, thot, ty jam mbështet, thot, nuk kam ç'a të bëj, ty ta kam lënë dorë, o Allah. Nuk ishte shumë, pra nuk deshi shumë, sa të mbaroj faljen, e ngrehet edhe i thot, të kërkoj, thot, në emër të atij që ka kriju qetë dhe tokën. Ja ku janë gjithë njerëzit, thot, në emër të atij që ka kriju qetë dhe tokën, thot, a unë, thot, kam qenë ai, thot, që po fol, që po thu. Subhanallah, kush i ka ndor zemrat? Kush i ka ndor shpirtrat? Kush e bën njeriu me folë se kush ja merr të folme? Kush ja bën njeriu me pa? Kush e bën njeriu pra që të jetë njeri i mirë ose ta orientojë tek e mira, ose sikur të duan e gjithë bota me të bëj keq, po nuk ta ka caktuar Allahu xheleshanu, nuk ka për të ndodhur. Sikur të duan gjithë bota me të bëj mirë, me të ngrejt e me të majt pesh, po s'ta pa caktuar Allahu xheleshanu, nuk ndodh. E subhanallahu il adhim, janë ndron Allahu xheleshanu zemrën. Gjithë njerëzit siç ishin, tha jo, tha ti je i ndershëm, tha. Por se unë, tha, u bëra pjesë sot e një skeme, thot, dhe u përdora, thot, nga Karuni, thot, ka pagujt, thot, tonelatat e florive, ka pagujt, thot, thesaret e tij, thot, vetëm për këtë skem, thot, që me të prish punë ty. Dolin pa e vërteta. E lusë Allahun xheleshanu të na falit, na mëshiroj, amin. Në këtë moment, Musa a.s. I kërkon Allahu xheleshanu dhe i thot me një dua dhe me një lutje, o Zot, thot, o Allahu im, ti, thot, i dhe faraonit, thot, edhe njerëzve ti zullumqar, bukurie dhe pasuri për kësaj bote. Dhe më thonë, nuk e kishte ndina i herë më shumë se sa këtë rallë, se e kishin luftu, e kishin sulmu nga gjitha anët, po si këtë rallë, kaq skem e djallëzume edhe shejtaneske nuk kishte një herë. Dhe i drejtohet Allahu dhe i thot, o Zot, i dhe pasuri pa fund, pushtet pa fund. O Allah, përmbysja pushtetin faraonit edhe njerëzve ti, Allah. Derisa të shikojnë dënimin tatë, Allah, sepse po e përdorin mirësinë dhe begatin tatë me luftu fen tatë, me luftu të vërtetën, me luftu fjalën tatë, profetin tatë, njerëzit e mirë dhe besimtarët, me përhap të keqen midis besimtarëve, o Allah. Ndërsa Karuni dilte, si thot Allahu xheleshanu, në një paratë madhe para popullit ti. Paratë madhe, nuk dite ku fillote, nuk dite ku marote, nuk u shifte fundi dhe fillimi. E njerëzit që ishin njerëz thjesht, shtresa e mes, mos e varfër,
shikonin me admirim të madh ata cilët s'ja kishin ndriçuar Zoti zemrën dhe me kuptuar që nuk keqe do pasurinë, edhe nuk i çdo të mirat kur nuk ka fal Allahu xhaleshanu mirësinë e shpirtit edhe dritën e zemrës. E shifnin Karunin që dilte duke u paraqit përpara popullit si në një gjë e madhe, do të mu fry me zor me pasurinë që kishte. Edhe thonin njerëzit të sprovum, të tërhequr nga mirësia që duke në thojza, pra duke në pamje të parë që kishte Karuni. Thonin wejke en Allahe jebësutur rizqa li men yasha'u wa yaqdir. Thonin Allahu thot e jep ka rizkun ati që dëshiron dhe e përcakton Zoti xhaleshanu. Ju ka dhon Karunit një pasuri e madhe, innehu ledhu hadhin adhim, ka një fat të madh. Edhe dëshironin as sikur të ishim edhe neve në vendin e tij, për nga madhështia, edhe për nga pasuria, edhe për nga mirësia ndukje. E Allahu xhaleshanu siç thuhet në Kur'an, ja ka hap tokën subhanallahu me gjithë pasurie, me gjithë pallate. Allahu e ka fundos mrena me gjithë pasuritë e tij që kishte, dhe me gjithë pallate, dhe me gjithë dijen që kishte. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams, ata cilët dëshironin të ishin si ai dje, ndërkohë që njerëzit e mirë i thonin mos u mashtroni, edhe mos shkoni mbas këtyre njerëzve cilët duket sikur kanë ndikim, se u kanë pasuri, se u kanë pushtet, sepse janë rrugë jo të mirë. Nuk ja vete njëri veshin. Ore shifni ke hajri, ke mirësia, nuk ja venin veshin. Mos shifni ke pisliku, nuk ja venin veshin. E kur ndodhi kjo, që Allahu xhaleshanu ju përgjigj lutjes Musait alayhis salam. Kur ndodhi kjo, thonin wejke en Allahe jebësutur rizqa li men yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Wow, si shtemi neve, wow, duke u habit dhe duke u bo pishman. Allahu ja jep ka pasurin ati që dëshirë. Wejke ennehu la yuflihu dhalimun. Wow, nuk boka në hajër, thot zullumqarët, subhanallah. I ka dhënë Allahu xhaleshanu shembuj, duke dash me tregu që ishte mashtrimi më i madh, që njeriu mund të ndjejë me veten e tij që çdo gjë e ka në saj tafsive të veta, po vetëm mirësi për Allahut, asgjë tjetër. Ai që thoshte, e kam saj të dijes time, në saj të dhuntive të mia, ku e ke? Ku shkon dhuntit edhe dija e tij? Pse nuk e rujtën nga dërimi i Allahut xhaleshanu? Sepse pasuria, edhe fuqia, edhe ushtria, as Faraonin nuk e rujti, as Karunin nuk e rujti, edhe as kënd nuk e run, kur vjen dënimi i Zotit xhaleshanu edhe përfundimi i zullumqarëve. Allahu xhaleshanu thot: "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Ajo atje, sikur me u duk me sy, pra e tregon Allahu xhaleshanu, e keni shumë afër, ja kush atje. Është banesa e ahiretit që pret ata cilët nuk duan që të bëjnë pra mendje madhësi dhe me bë shkatrim dhe me bë zullum tokë. Wal aqibatu lil muttaqin, dhe përfundimi është për njerëzit e devotshëm. Vëllezër të nderuar, unë lut Allahun xhaleshanu që neve na orientoj gjithmonë tek e mira. Lut Allahun xhaleshanu që neve të na zbusi zemrën dhe shpirtin me njëri tjetrin, po edhe të rrim gjithmonë tek e mira, mos anojmë te e keqja kurrë. Lut Allahun xhaleshanu që të na heqë Zoti smirat, inatet, na i heqë Zoti xhaleshanu urrejtjet, përçarjet, na i heqë Zoti xhaleshanu nga zemrat, na e pastroj zemrën nga çdo gjë që na dëmton neve dynjan edhe ahiretin ton. M'ka bë përshtypje një hadith shumë i bukur i profetit alayhi salatu wassalam, që ta mbyll fjalën time. Thot, siç transmetohet tek Imam Ahmedi në hadith sakt, nga Ebu Dherri, thot profeti alayhi salatu wassalam, 3 vetë, thot, i urren Allahu xhaleshanu, por 3 të tjerë i urren akoma më shumë se sa këto 3 të parët. Zot na ruaj. Allahu xhaleshanu thot, e urren, thot, të riun imoral, por urren akoma më shumë plakun imoral, sepse nëse ky i riu e paska se është në moshën e vet, e ka një farë arsyetim, po plaku subhanallahu me qenë imoral. E urren Allahu xhaleshanuhu njeriu mendje madh, por të varfrin mendje madh e urren akoma më shumë, sepse nuk ka arsye me qenë mendje madh. Qofse dikush që ka i pasur, pas ka i pozit, hajte shtyka shejtoni dhe rre kamenja, i ka kushtet. Po i varfri pse duhet bëhet mendje madh, subhanallahu.
E urren Allahu xhaleshanu u thot, njeriu në koprac, por të pasurin që është koprac e urren edhe më shumë akoma. Allahu është bujari më i madh, subhanallahu, nuk i don kopracat. Ama ata që janë të pasur, që kanë pafund dhe tregojnë koprac, nuk i urren Zoti xhaleshanu. Ndërsa në hadith saktë tek Imam Muslimi, thot profeti alayhi salatu wassalam, 3 vetë thot, të cilët thot Zoti thot nuk do t'i afrojnë ditën e gjykimit. As nuk do t'i flasi, nuk do i komunikoj fare, as nuk do ja hedhi vështrimin, për ta ka dënim të dhëmshëm, thot profeti alayhi salatu wassalam, thot plaku i moral, gjithashtu thot një pushtetar ose mbreti gënjeshtar që se ka të nevojshme me rrejt. Se rre dikush nga halli, po themi, nuk është e mirë, e ndalumesh edhe, po dikush që ka pushtet i ka gjithmonë me rrejt, subhanallahu, se ka të nevojshme, e urren më shumë Allahu xhaleshanu. Dhe një i varfër që është mendje madh Zoti na ruaj. O Allah, ty të lutem, jo Allah, na fal dhe na mëshiro, ti je më i madh i falës. O Allah, ty të lutem, jo Zot, me lutjet e shpirtit edhe të zemrës, ja Allah, na pastro zemrën dhe shpirtin. O Allah, na oriento gjithmonë për tek e mira, tek ajo që ti kënaqesh prej nesh, ja Allah, që neve na zbardh faqen në dynja dhe në ahiret. O Zot, na ruaj me rujtjen tate, ja Allah. O Zot, na ruaj neve nga çdo anë, ja Allah. Na ruaj nga ata cilët, ja Allah, ngrejnë skema dhe kurthe, o Zot, kundra të mirës. Na ruaj, ja Allah, nga ata cilët, o Zot, duan që të sulmojnë të drejtën, dhe duan të sulmojnë fen tate, ja Allah, dhe duan të sulmojnë atë që është e mirë dhe e dobishme, ja Allah, dhe punojnë për të përhap keqen, o Zot, na ruaj nga ata. O Allah, mos i jep sukses atyre njerëzve. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na fal ne. Fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.